Doni të jetoni mbi 100 vjeç, ja çfarë duhet të bëjnë 60 vjeçarët që të jetojnë më gjatë. Kur kapni të 60-at, mund të keni më shumë kohë që të merreni me veten tuaj. Dhe ajo që është më e rëndësishmja është fakti që ju duhet të kujdeseni më shumë për shëndetin tuaj në këtë kohë në një aspekt tjetër. Dëgjoni me vëmendje disa prej këshillave që duhet t'i zbatoni për një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme, sipas ekspertëve të Healthline, për të përmirësuar gjithashtu edhe situatat tuaja. Nuk është kurrë e vonë për të nisur një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Mos mendoni që vetëm se jeni 60 vjeç para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Trupi juaj nuk ka më shpresë. Përkundrazi, me kujdesin e duhur ju mund të eliminoni dëmin që mund të jetë shkaktuar, sidomos në organizmin tuaj. Një nga gabimet më të mëdha që pengojnë jetëgjatësinë është mendimet se jeni vonë, prandaj mos e bëni. Por kjo është e gabuar. Filloni të ecni dhe të merreni me aktivitete fizike minimalisht 2 orë në javë. Jepini kohën e duhur mendjes suaj. Stresi, siç e keni thënë vetë, është një nga vrasësit e heshtur, dëmet e të cilit nuk janë edhe aq të dobta. Prandaj stresi në këtë moshë mund të jetë një arsye kryesore që mund të ndikojë edhe në çështjet tuaja shëndetësore. Kur kapni të 60-at, jeta juaj qetësohet, dhe ritmet nuk janë aq të ngarkuara sa më parë. Këto janë kushte perfekte për të marrë me shëndetin e mendjes. Nuk thonë kot një mendje e shëndosh në një trup të shëndosh. Gjeni kohë dhe kujdesuni më shumë për trupin tuaj. Mos e lini edhe trupin tuaj të dalë në pension vetëm sepse ju nuk po punoni. Ushqeuni me produkte të shëndetshme dhe merruni me aktivitete fizike. Organizoni jetën tuaj edhe për ditët në vijim. Mos e lejoni që të plogështohet, pasi kështu muskujt dhe kockat do të fillojnë të degradojnë dhe mund të ndikojnë gjithashtu edhe në humbjen e një sër mineralesh të cilat janë të rëndësishme, sidomos pas të 60-ave. Mendoni pozitivisht edhe për procesin e plakjes. Studimet në të fundit sugjerojnë që nëse keni një qasje pozitive ndaj plakjes, ju arrini të zgjasni jetën tuaj me 7.5 vite. Prandaj, mos u shqetësoni nëse vitet shtohen, mendoni edhe për më gjëra të mira të cilat i keni arritur deri në ato situata. Vetëm kështu gjendja juaj mund të ndryshojë në pozitivitet. Mos i neglizhoni takimet me mjekun. Ajo çka është e rëndësishme në çdo moshë, por tani është më shumë, janë kontrollet e shpeshta rutinore tek mjeku. Duke qenë se trupi nuk funksionon më si më parë, dhe shqetësime shëndetësore fillojnë që të shfaqen gradualisht, këshilloni që të kryeni vizitat më të shpeshta tek mjeku përkatës në mënyrë që të keni çdo shqetësim nën kontroll dhe të përmirësoni kështu organizmin tuaj si duhet, për t'i bërë balë komplikacioneve që vijnë me jetën. Gjithmonë është e rëndësishme të parandaloni sesa të kuroni një sëmundje. Edhe nëse ju duket sikur mjeku e ka egzageruar me analizat që ju kërkon të bëni, dëgjoni këshillat e tij. Nëse ju jeni korrekt me analizat tuaja të përgjithshme, mjeku juaj do ta ketë më të lehtë për të dhënë gjithashtu diagnozën e duhur kundër këtij problemi. Është e rëndësishme t'i besoni këshillave të mjekut, për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet që mund t'i kanosen shëndetit tuaj edhe nga gabimet që mund të bëni. Dilni sa më shumë dhe shoqërohuni me miqtë tuaj më të mirë. Shoqëria është e rëndësishme kudoherë. Kur vitet kalojnë, shumë persona fillojnë të mbyllen në vetvete, dhe kjo gjë mund të krijojë edhe një problem më të madh në jetën sociale të shumë personave. Prandaj, nëse keni mundësi, dilni shëtitje, takohuni për kafe me miqtë tuaj, nxirrni niprit ose mbesat nëpër parqe dhe shijoni shoqërimin e personave të tjerë. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të mbajtur veten tuaj nën kontroll dhe gjithashtu për të evituar rënien e muskujve tuaj.
Përfytyroni për një moment veten tuaj në moshën 60, 75 ose 90 vjeçare. A dukesh fizikisht i shëndetshëm dhe në formë? A mund të shohësh veten duke shititur buzë detit me miq, duke hedhur një top me të vegjëlit e fëmijëve tuaj dhe a mund të ngjisësh shkallët ose edhe të shkosh në supermarket për të bërë pazaret e rënda? Me rëndësishmja apo e shijoni jetën? Nëse jeni me fat, do e shijosh pleqërinë dhe shëndetin e mirë. Nëse bëni zgjedhjen e duhur ushqimore, gjithashtu edhe aktivitetin e duhur fizik, ke më shumë më tepër shanse që të gëzosh shëndet të mirë dhe mirëqenie ndër vitet e moshimit. Në shoqërinë tonë mosha e madhe konsiderohet kur kalon moshën 65, por njeriu moshohet çdo ditë, në sajt të ndryshimeve që ndodhin vazhdimisht teksa arritemi. Maksimumi i gjatësisë së shënuar është 130 vjeç, por personi verifikuar si më i moshuari ka vdekur në moshën 122 vjeçare. Cili është roli i ushqimeve për plakjen dhe si mund ta ngadalësojmë ato nëpërmjet ndryshimeve të mënyrës së jetesës dhe ambienteve? Moshimi është një proces natyral i paevitueshëm i programuar në genet tona në çdo gjenezë, por njeriu mund të ngadalësojë atë duke ngrënë ushqime të pastra dhe të larmishme, si dhe të ushtrohet fizikisht në mënyrë të rregullt. Faktikisht, 70 deri në 80% e një jetëgjatësia mesatare të njeriut varet kryesisht nga zakonet dhe gjithashtu lidhja e shëndetit, geni përcakton vetëm 20 deri në 30% të saj. Ushqimet e mira jo vetëm që do të dhurojnë në shëndet të mirë dhe mirëqenie fizike, por gjithashtu do të përmirësojnë cilësinë e jetës suaj pa më të voglin dyshim. Por si të ushqehen të moshuarit për të patur një rezistencë më të mirë të organizmit dhe të përballen më lehtë me komplikacionet e moshës? Përcaktimi i një menuje ideale për moshën e tretë është mjaft e rëndësishme kurdoherë, për faktin se të moshuarit kanë nevojë të ndryshme në varësi të situatave të ndryshme shëndetësore. Megjithatë, në këtë video do të rendisim disa nevoja thelbësore dhe problematike më të përhapura të kësaj popullate që lidhet gjithashtu edhe me të ushqyerin. Sa kalori i nevojitet personave të moshuar? Në moshën e tretë nevoja në kalori ulet sepse trupi ka më pak muskuj. Hormonet e tiroides bien dhe ka një ritëm metabolik më të ngadaltë se personat që janë në moshë më të re. Përveç kësaj, në këtë moshë njeriu është më i plogësht dhe i ka kufizuar lëvizjet, edhe pse nuk duket që ndodh kështu. Kjo do të thotë që konsumi i ushqimeve duhet jetë më pak krahasuar me një 50 vjeçar ose edhe një person të moshave akoma më të reja. Ja se mund të përllogarisni sa kalori të nevojshme nevojiten trupit tuaj pas kësaj moshe. Për burrat mbi 50 vjeç, janë të nevojshme 3000 kalori, 10 kalori në ditë për çdo vit të moshës mbi moshën 19 vjeç. Për gratë mbi moshën 50 vjeç, 2400 kalori, 10 kalori në ditë për çdo individ mbi moshën 90 vjeç. Për shembull, një i moshuar 85 vjeçar nevojitet për afërsisht 2400 kalori dhe gjithashtu për gratë 1740 kalori. Për shembull, për një të moshuar mëngjesi mund të fillojë me qumësht të skremuar, 3 lugë tërshër, gjithashtu gjysmë banane, fara liri të zbutura me qumësht për 1 orë në frigorifer, 1 lugë vaj peshku, gjithashtu një vezë zier, pak vaj ulliri, rigon dhe një portokall. Kombinimi i këtyre ushqimeve vazhdimisht në mëngjesin tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të konsumuar në mëngjes, sidomos për personat e moshuar. Në drekë mund të konsumojnë sallatë me lakër të bardhë, gjithashtu karrotë, majdanoz, gjithashtu limon, pak vaj, farash, kungulli dhe hudhër, pure patatesh me pak qumësht ose majdanoz, 120 gram gjokë spule me salcë mustardë. Pas dite mund të konsumojë një fet bukë thekre me salcë specas të kuq, gjizë dhe një kivi. Gjithashtu në darkë mund të konsumoni edhe pak oriz, një kup të rana të thatë me djathë dhije dhe pak bukë thekre, një kup me kos me hudhra, kastravec dhe kopër, para gjumit një çaj kamomili ose fara finoku me mjaltë.
Sipas ekspertëve, kjo është një mundësi shumë e mirë për të rritur edhe shëndetin tuaj edhe me kalimin e viteve. Çdo gjë është individuale dhe çdo shqetësim të mundshëm duhet të adresoni tek mjeku juaj, për të parë nga afër shqetësimet e duhura dhe për t'i ardhur në ndihmë shëndetit tuaj. Mos neglizhoni shenjat që trupi juaj i shfaq vazhdimisht. Është një mundësi për shëndetin dhe trupin tuaj që t'i bëni prit çdo problemi të mundshëm. Prandaj, kujdesuni më shumë për veten, si në mërqenien fizike, ashtu edhe atë ushqimore dhe mendore. Vetëm kështu do të arrini të jetoni të shëndetshëm edhe pas të 60-ave për të shtyrë sa më shumë edhe jetën tuaj dhe ta keni cilësore. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.